Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta përmes një audiomesazhi nga Burgu akuzoi kryeministrin Edi Rama se po vjedh programin e opozitës, duke kopjuar platformën ekonomike që ka prezantuar koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Meta u shpreh se Rama po i fshihet debatit në kushtet kur nuk ka mbajtur premtimet në 12 vite qeverisje. Pasi vodhi për 12 vjet, taksat e shqiptarëve, me inceneratorët që nuk ekzistojnë dhe me rrugët që më shpejt rrëzohen se sa inaugurohen si ajo Irsekës e shumë të tjera, i mbetur pa program, se i kanë shtëruar të gjitha mashtrimet e mundshme elektorale prej 12 vitesh. Tani, Edi Rama ka nisur të vjedhë edhe premtimet elektorale të opozitës, të cilat për muaj të tërë i quante të paralizueshme. Meta theksoi se pas 3 mandatesh e vetmja alternative qeverisjes së kryeministrit Edi Rama është korrupsioni dhe largimi i shqiptarëve nga vendi. Vetëm për shkak të korrupsionit të tij dhe të organizatës që drejton. Shqipëria ka pas 12 vitesh nivelin më skandaloz të mbledhjes së të ardhurave deri në 28% të prodhimit të brendshëm bruto. Kush ja ka fajin Edi Ramës që edhe fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë i çoi te inceneratori që nuk ekziston dhe klientët e tij që smeren fare me aktivitete bujqësore e blegtorale. Presidenti i Partisë së Lirisë e përmbylli mesazhin e tij nga qelia me një thirrje për të gjithë qytetarët. Ndaj të gjitha votat për numrin 1 në fletën e votimit. PD ASHM.